Një video e publikuar së fundmi ka shkaktuar një skandal në sistemin e drejtësisë shqiptare. Kjo pasi burgu në Shqipëri rezulton të jetë shtruar në harem, ku persona të fuqishëm e përdorin sipas interesave të tyre. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka publikoi një video ku shihej qartë një vajzë e cila dilte e shoqëruar nga një gardian e burgu i jashtë ambienteve të këtij institucioni. Menjëherë është vënë në lëvizje prokuroria për të zbuluar se cila ka qenë vajza që shihet në video dhe me cilin person ka bërë takim special atë ditë. Nga sekuestrimi i pamjeve filmike dhe i regjistrimit të hyrjeve dhe daljeve të asaj dite, është konstatuar se vajza me iniciale AM ka patur takim special me Leonard Dukën. Ky njihet si një personazh që ka një pasuri miliona euro, madje aq i fuqishëm dhe me ndikim është, saqë edhe dhomën e burgut e ka kthyer në një hotel me 5 yje, dhe kjo u pa fare qartë nga videot e dhomës së tij që qarkulluan në internet. Ndërkohë, mësohet se vajza e cila ka qëndruar rreth një orë me të dënuarin, fillimisht ka punuar si gazetare në një televizion lokal dhe më pas ajo është bërë pjesë e sfilatave të modës. Për të mos u identifikuar nga kamerat, ajo ka shkuar në takimin special me paruke të verdhë. Mësohet se për takime speciale me të fortët e burgut, pagesa që ofrohet është 3.000 euro, por ka edhe raste që vajzat e përzgjedhura mund të bëjnë 4 deri 5 takime të tilla në muaj.